Rikthehemi transmetim të drejt për drejt, do të qëndrojmë tek buxheti dhe projektet madhore të 2026-s, por mbi gjitha të përballur ato me realitetin dhe me sa duket prodhuesit të shtylla kurrizore e vërtet e këtij vendi nuk kanë dhe aq të kënaqur me idetë geniale të projekt buxhetit të 2026-s. Në studio kam përfaqësues të këtyre mikrobirrarive artizanale. Njëri prej tyre është shumë i famshëm, Xhimi Begeja është me mua. Mirëmëngjes Begeja. Faleminderit për ftesën. Sigurisht shoqërohet edhe nga brezi i ri i mikroprodhuesve, është Sokol Nasi me mua. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Përshëndetje Thien. Ti je pasionant i ri i birrës, besoj. Jemi nga këta brezi i ri tamam. Ndërsa unë kam që gjithë jetën time te vera, kështu që do më mirë kuptoni nëse ftoj edhe në video dikë si Dashamir Elezi, edhe ai një kryqtar, një flamurtar mbrojtës i prodhuesve vendas të verës, por njohës edhe i atyre që vinë nga jashtë, qëndron mes dy botëve Dashi. Të përshëndes nëse më dëgjon në këto momente. Mirëmëngjes Dashi. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove dhe na dhe kohë. Çështja është materiali ishte i fokusuar tek birra, po sigurisht edhe vera është një tjetër prodhim vendas që do duhej me birrë, verë edhe raki të mahnisnim këto miliarda, miliona, triliona turistë që na vinë. Por me sa duket na përdorin, më falni për termin, vetëm si VC, hanë gjërat huaja dhe këtu bëjnë procesin natyror të tretjes. Faulo. Në gjatë, aksiza është i taks, pitakset. Edhe ajo është i taks i cila shërben për të ngopur çik shtetin. Jo, është për të mbrojtur ambientin nga këto taksa. Tani nga birra, çfarë do bën pis? Me që fillove. Atëherë, taksa tjetër, ajo që ne duam është që ne jemi shumë të lodhur, por edhe që jemi të mërzitur nga ky eksperiment që u bë me unifikimin e aksizës për birrarit e vogla, ishte jashtë logjike. Thjesht nuk duan që të prodhonin. Më vjen shumë keq që sot që po flasim ne, nga anëtarët e shoqatës tonë, janë demoralizuar kaq shumë sa që janë, nuk po përmend emra, po janë 3 fabrika që i kanë vënë Chelsea. Tonë, punishtet vogla, familjare, bën birra shumë mira, normal, si të bësh. Edhe unë bëja shumë pezmatum, pra ne edhe unë kërkova që të dalë. Kemi bërë shkresa qeveri shteti që të shikohet në këtë buxhet. Ne duhet të jemi të ndeshëm, duhet të jemi fair. Këtë gjë duhet mos punohet me ile. Pra shteti mos ta ketë me ile me ne, derisa ne jemi të pastër në këtë marrëdhënie, ne se paguajmë taksat, jemi korrekt, paguajmë siguracionin, çdo gjë. Nuk kemi asnjë penalitet nga shteti për këto vite. Të lutem na respektojeni ne. Qofse taksat nga ne janë shumë herë më lartë që japim. Dhe ne nuk jemi lypsjarë që të kërkojmë subvencione, na bëk këtë, na animon me këto lloj forma që këto tjera. Jo, ne duam desën e ballit ton. Po derisa ne të punojmë me desën e ballit ton, duhet ta vlerësojmë shka, sepse është turp. Për ta disa burokratë. Ma shpjegoj pak në numra. Ta shpjegoj i saktë për numra është Koli. Se i di Koli shumë mirë gjonat, sepse atëherë logjika është pak a shumë që ky trendi i mikrobirrarive dhe punishmeve artizanale është një lëvizje ka filluar në Amerikë në vitet 70 dhe në Europë pas viteve 2010. Dhe kush na vjen i huaj që na përgëzon për përpjekjen tonë dhe për çfarë kemi arritur, na thotë ju lutem rezistoni sepse do vi një moment që do hapen shumë. Po, siç tha edhe presidenti që parë është që kjo po ndodhe kundërta, domethënë nga 8 sot kemi vajt në 5. Ne presim të rritemi të shtojnë akoma jo konkurrencë në një farë mënyrë për ne, po të shtojnë kolegë për ne që ne të ndajmë mendime dhe se ju nuk është të mbuloni gjithë tregun me. Edhe të duam ne nuk e bën dot. Të bëj një ndër Koli. Po patjetër. Më fal Koli. Në 93-shin kur fillon hapja e parë e ekonomisë tregut, gjithsej deri në 2000-shin ishin 69 është 70 saktësisht fabrika mikrobirrari vogla. Pra filloi tregu të hapet në një këtë lloj trendi. Njerëz që punësojnë, prodhin vendas. Po prodhosh çdo qytet, po thjesht çdo provincë, çdo qytet, çdo lokalitet kishte birrën e vet. Ishte gjë e mrekullueshme. Pastaj u krijoi një politik, u fut kjo e BE-s, jo të tjera menor, u kriju një lloj, një prishje tregu. Ishte një hendek në atë periudhë që nuk ishin birraritë e mëdha Korça, Tirana, pjesa e importit, nuk është se shqiptarët kishin filluar të bënin këto importet e mëdha direkt në vitet e para dhe pati një kërkesë edhe filloi nga mikrobirrarit. Po ka qenë diçka shumë e bukur sepse imagjino tani që të pish një birë tjetër në Saran, një birë tjetër në Puk, një birë tjetër në Tiranë.
Më thënë ti jesh që është lokale, freskët. Lokale, freskët, po kush është po themi qeflia sa gjëje, ti fillon bëhet edhe si ti po themi koleksionisti, që ti vetë kanë provuar të gjitha këto, do thënë bëhet një si lojë, siç po ndodh sot jashtë shtetit dhe po vinë te nese, nuk është se unë mund të jem më i mirë se ata, po mund mos të jem dhe më i keq, sepse gjithë ingredientët, gjithë blendën e parë kemi njësoj. Po, recetat ato janë. Receta jemi ne pastaj. Më thënë pjesën e zbatimit, recetat dhe gjitha është pjesa jonë, po i kemi të gjitha mundësit, do të thënë në këtë pikpamje me që jemi në televizion do edhe suport dhe nga pikpamja e sensibilizimit të shoqërisë që të vera do an flasi pastaj. Po, mbulon dashi. Jo, ç'është më shpjegon në numrat, lutem, do të qëndrohet ke numrat. Çfarë? Te numrat kanë ndodhur diçka, ku kanë bërë planin e biznesit 2019 për të hapur mikrobirarin time, kemi qenë 105 milion litra konsum bire në vit për 2019, se 2020 ishte pandemia, nuk e mora parasysh. Nga të cilat ishte gati 50-50 prodhim shqiptar dhe konsum importi. Sot që po flasim, kjo ka vajtur 95 milion vitin e kaluar, më thënë, nga ka rënë konsumi. Ka rënë konsumi për 10 milion, po ndërkohë ka marrë 10 milion akoma më tepër, ka vajt 65 milion importi dhe 35 milion prodhimi vendas. Do me thënë, po shikojmë që atje ku jemi një ekonomi që duhet të përmirësojmë eksportet neto dhe situatën financiare të vendit tonë, ne jemi duke i përkeqësuar, duke importuar akoma më shumë edhe duke prodhuar më pak. Ajo që du të them, me kohë, në qose shumë thjesht, me shifra, pra ka qenë diku të vjet 67% bira importi dhe konsumi ishte 33%, është rritur, ka shku deri për si vjetë, për 3 mujorin e parë, është diku të 62%, ka një rritje. Por ajo që na intereson është që nuk mund të taksohemi njësoj si birarit e mëdha me birarit e vogla. Është sikur që prodhimi i një hekur nga një kovaçan i lagjes tjetë barazit sakurumi. Pra kjo është filozofia, ose djathi që prodhohet në Balço, barazit me fabrikat e mëdha. Pra kjo është që e bëjmë dhatë në fakt edhe për djatën. Kjo hyrë edhe në të drejtë. Ideja është të tillë që ne është të vegjël sa përfitojmë dot nga ekonomitë e shkallës siç përfiton dot Tirana. Po nga ana tjetër ne kemi diçka që i shtojmë një vlerë këtij vendi dhe turizmit dhe ato që përmendi dhe që parë edhe ajo pjesa e insertit që u fol. Thonë kemi një vlerë të shtuar për shoqërinë dhe për pjesën ekonominë në mënyrë indirekte, po themi që kapet në shumë fusha, jo vetëm te pjesa e ç'a prodhoi unë dhe ç'a po paguaj unë. E kuptoj qartë. Ndërkohë, Dashi, prodhuesit e verës duket sikur kanë trefish probleme, se kanë dhe tokën, kanë dhe fermerët, kanë dhe rrushin. Si është situata sa i takon aspektit të taksimit dhe aksizës? Atëherë, i rikthehemi pak situatës. Unë nuk jam shumë dakord me atë që ka përkufizua aksiza, se vetë nuk është çështja e ruajtjes ambientit, se sa është çështja e ruajtjes së shëndetit publik, ndaj dhe është vendosur. Në fakt, tek aksiza, do të kemi parasysh që janë të ndara situatat. Aksiza për sa i përket prodhimit të lëngut dhe aksiza i qelqit. Do të kemi parasysh që prodhuesit qoftë birrës, qoftë verës, kanë një taks akcize për atë që është ambalazhi, pra qelqi. Për sa i përket akcizës në prodhim, vendet prodhuese të birrës kudo janë të taksuar tek akciza për arsye se birra është një nga produktet më të përhapura, më të shitura në të gjitha vendet ku natyrisht ku lejohet pija alkoolike. Ndërsa për sa i përket verës, në vendet më të vjetra prodhuese, siç është Franca, Italia, Spanja dhe Greqia, nuk ka akcizë eksakte, do të thotë tek litrat e verës të prodhuara apo ke hektolitrat e verës prodhuara. Aty flasim për një taksa forfe, që në fakt vetë prodhuesit vendas, sidomos Italia dhe Franca, në një farë mënyre e kanë, është krejtësisht qeqarake, po flasim për 7-8 euro për hektolitër verë. Ndërkohë që në Shqipëri është të paktën 20 fish. 20 fish? Ka qenë një problemi ka hershëm, të cilin realisht, si someleria e Shqipërisë, kemi ngritur disa herë me doganë. Natyrisht që nuk ka qenë ndoshta porta e vërtet, ose porta e duhur, ku duhet të trokisnin. Por ata e kanë konkorduar atë që ka qenë propozimi jonë. Propozimi jonë ka qenë
shumë e thjeshtë. E vërtet që me anë të aksizës mbrohet le të themi shëndeti, sepse në fund fare ka një rritje të çmimit të produktit gjithsesi në një përgjithësi të caktuar. Përteja asaj që nuk duhet lejohet shitja apo lejohet konsumi i një produkti alkoolik që është në moshën 18 vjeçare, por atë që kemi propozuar gjithmonë ka qenë rimbursimi i aksizës. Pra, ka qenë një lloj politike që duhet bërë nga shteti që në fillesat e saj. Për arsye se vërtet ne marrim si shembull për shembull Danimarkën, Gjermaninë, po e diun, Amerikën po ne duhet marrim spari si shembull ata që janë produsit e kahershëm. Çfarë rrugtimi kanë bërë ata në atë që është ekonomia e tyre në këtë fushë. Dhe mbi të gjitha, si do ta subvencionojmë produktin shqiptar për t'i dhënë mundësinë atyre që jetojnë me këtë lloj fushë që ta përhapin, që ta zhvillojnë ekonominë, që ta zhvillojnë agrikulturën dhe mbi të gjitha të kemi mundësi edhe ne të mburremi me atë që është çfarë toka dhe klima, me produktin made in Italy, made in Albania. Kështu që për sa i përket aksizës, vërtet aksiza është një taks mbi taks. Në fakt, për te aksizës duhet bëjmë llogaritjen e taksës mbi vlerën e shtuar. Në një farë mënyre jetë të ardhurat në aksiza në total, ke doganat ka qenë rreth 64-65 milion euro. Si parashikohet këtë vit që të jenë rreth 74 milion euro i gjysmë, 75 milion euro. Ajo që ka ndikon akciza e verës tek totali i akcizave, e verës shqiptare në fjalën, është më pak se sa 2 milion euro. Pra imagjinoni vetë nëse do t'i rimbursohej akciza në formë tjetër, ose duke ulur taksimet për sa i përket le të themi kontributeve, ose duke dhënë mundësinë që në fund fare të hapeshin ose të hipej mundësia që të punësonin të tjerë persona brenda në kantinë. Ja një sekondë do të hyj pak Bardhi sepse tema dashim fal. Gjanë me Bardhin e Belbës, po nuk është. Jo, ka një problem. Tani ne kërkojmë që të shkojmë në Evropë. Derisa kërkojmë shkojmë në Evropë, duhet kemi fillu që duhet me zbatu të gjithë ligjet, direktivat që kërkon. Është një direktivë e cila është 92-83, 92-84, të cilat bëhet përvlesime, rimbursim në aksizës e tjera. Por, ku na kthejmë përgjigje ministria, që është e 1992, mos harrem. Por, gjatë tyre të viteve, ka pas amendime të ndryshme në Evropë, por nuk i përmend. Pra është viti 2020-s, pra është 11-18, të cilën nuk e përmendit, të cilën shpremisht që kërkohet, bëhet diferencimi i taksimit sipas litrave, sipas prodhimit. Dhe kjo bën ndarjen, falni minut Koli, dhe kjo bën ndarjen midis sepse tani hyn pasion edhe ku hyn pasion njeriu kërkon që të mbroj, unë nuk jam vetëm për veten time, jam për gjithë ato që kam përgjegjësi për këto të tjerët, dhe unë jam i trishtuar për ta thashë edhe herë, domethënë kur të falimenton një shtëpi, një familje, një biznes, është trishtueshme. Këto e morin kështu, falimentoi puni Chelsea. Jo, ai ka vite që punon, dhe pas punte për çfarë? Për një kapriço dhe për një burokraci. Ne kërkojmë që të zbatohet direktivat europiane. Me që jemi në Evropë. Pra, kemi të taksimi si pas fashove, si pas sasive të litrave. Kjo është më fair, më pasër, më bukur. Po t'jam vetëm një shembull. Ne e disa e kemi ne për 1 hektolitër, ne kemi 35, shkoj gati 35 euro, me euro, po themi 35 euro për hektolitër. Dakor, Gjimi, e disa ka Malizi, shko 30-35. E dyta, Malizi e ka 5. E disa kemi me Gjemanin, a që ta Bardhi e kemi 30, më falë,
e kemi 30 herë më shumë. Por, çfarë kemi këtu? Ne duhet patjetër që ne duhet ky shtet duhet ta studiojë dhe nuk është problemi që të shpikim. Problemi është që të marrim modele ashtu si kërkon Evropa dhe ne këtë duam, asnjë gjë tjetër. Okay. Ne nuk duam subvencionime, fal një minutë, se ne jemi të sinqertë. Ndoshta ka pas projekte shteti, qeveria për të ndihmuar kantinat e verës me subvencione të ndryshme etj. Zero është ne. Zero. Dhe ne nuk e kërkojmë. Ne duam vlerësimin e pjesës batë. Ja ta dëgjojmë pak Dashin, me që është edhe në video. Kjo është Dashi, ne jemi dy gjëra komplet ndryshe. Ne jemi dy gjëra, ne vetëm me një vend puqemi bashkë që turistit t'i shërbehet çdo gjë vendase. Si pijet, si produkte, si gjëra. Vetë jemi krenar të ngrejnë kokën larg. Kurse në lidhje me jemi dy filozofi ndryshme. Vera ka filozofinë e vet, bira ka filozofinë e vet dhe ka probleme dhe hallet e veta. Dhe diçka tjetër, meqense po flisim që para për 2 milionë euro, disa është akciza që merr nga mikrobirarit shtetit shqiptar, 80.000 euro. Domethënë në 65 milionë euro ne jemi 80.000 euro. E disa japim ne për shtetin? 5 herë më shumë. 5 herë më shumë në mënyra të ndryshme, po themi TVSH, sigurime dhe gjitha të tjera. Po është vetëm 80.000 euro. Domethënë sikur të jo të na përgjysmojnë na çoj 40, po edhe ta heqë fare janë 80.000 euro. Zero dëm për shtetin, praktikisht. Ne nuk po, edhe një subvencion që jep për një agroturizëm për një diçka tjetër, është shumë më i madh. Rritja e prodhimit, rritja e TVSH-s, ushqimi, ka shumë elemente tjera. Elezit, lutem. Faleminderit. Për sa i përket aksizës, akciza nuk matet me sa kujtal kemi prodhuar, por është me gradën alkolike për litër. Kështu që nëse prodhohet shumë, paguhet shumë. Nëse prodhohet pak, paguhet pak. Ndërsa për sa i përket subvencioneve, kjo është politika e duhur në nivel botror për subvencionim. Për mbështetjen e prodhimit venda, siç e ka bërë nga Gjermania e deri në Australi tash. Dhe unë ju garantoj që i kam studiuar ligjet e këtyre pijeve si rezultat i ligjit të verës të cilin kemi lobuar fort. Patjetër dhe ne kemi bërë tash. Ju lutem. Faleminderit që ju më thatë që bashkoheni me një mendim, unë besoj që bashkohemi me më shumë mendime. Patjetër. Por pikërisht këtë që ju thatë, që pijet dhe ushqime tradicionale turistit duhet i konsumojnë, ne kemi shkuar që ka 15 vjet më përpara në revistat e sommelierisë shqiptare, ku kemi promovuar dhe birrat shqiptare. Në fakt, birrat artizanale që ju prodhoni duhet të kenë një kosto relativisht tjetër nga ajo që është birra e prodhuar në formë industriale nga kompanitë e mëdha. Siç gjithë bota në fakt të bën. Kosto 2 herë më lart. Tregu shqiptar nuk është akoma gati për atë çka është shija e veçantë e birrave që ju prodhoni, ju e kam fjalën ju, vetëm ju zoti Begea, po që të gjithë ju prodhuesit artizanal shqiptar. Dhe ky është një handicap që duhet ka përcyer. Për sa i përket akcizës, akciza realisht po të rimbursohej në forma të ndryshme dhe të subvencionoheshin artizanët, sepse edhe vetë prodhuesit e verës janë artizanë në fakt në punën e tyre. Dhe po të kujdeseshin për atë që është aspekti i TVSH-s, atëherë po që do jepte një shtys vërtet e mirë për atë që është prodhimi vendas. Jo vetëm do hapeshin fabrikat, por dhe do punësoheshin më shumë njerëz. Dhe kjo është statistikisht e provuar. E kuptoj, tani le ta lëm për një moment këtë çështjen e taksimit, të vim pak tek qytetari dhe tek konsumatori. Edhe duhet ta ndaj edhe në breza, po edhe në ndasi të ndryshme, ta kuptoj pak sipas kategorive. Cila është qasja që ka konsumatori shqiptar, apo se turisti e dim që vjen për produkt vendas lokal, shqiptarët vetë? Ka fillu të kuptoj konsumatori shqiptar, si më të mos brez, ka fillu të ka hyrë një trend të kuptoj, sigurisht që rritja e standardeve, kultura, teknologjia mundson që të njohësh botën më afër më shpejt, ka kuptuar të kuptoj që për birrat, edhe për produktet e tjera të mira, por sidomos për birrat artizanale. Ka njohës shumë të mirë, unë kam një klientel të shkëlqyer që janë pothuajse të përditshëm me vite, por të cilët ta njohin bien nga fuqia në fuqi. Fuqia e fuqi. Po, më një gjë gjimin. Ajo puna. Tani po njohim, tani do ngrihemi më lart apo do shkojmë më poshtë.
Ne punojmë. Për mua më duket sikur opinioni më fal që ta ndërpreva. Opinioni im është që jemi në përgjithësi klientele zhgënjur nga produktet shqiptare. Po. Dhe në përgjithësi si unë, si Xhimi, si Dashi dhe çdo lloj prodhuesi vendas ne duhet të bëjmë një përpjekje shumë të madhe, jo për të ngritur tani, se po fillojmë nga zero, po fillojmë nga minusi. Thënë të ndryshojmë këtë opinion si fillim dhe pastaj të rritemi. Dhe nuk opinionin ndryshon vetëm duke bërë vazhdimisht një produkt mirë edhe kur njerëzit atë përpiqemi ta bëjmë, por në një farë mënyrë pastaj do dhe çik mbështet. Para 10 vjetësh kur shkojsha në lokal, thotë sa ro bira. Kur thosha unë që bira ime nuk ro shumë. Birën time do ta shes me 2 ditë. Sepse është birë artizanale dhe prishet, si puna supës. Ajo formula jonë që themi në gjithmonë. Por, ajo thotë, ajo nuk e ka në mentalitet konceptin që gjoja e freskët është më e mirë se sa gjoja e gjatë kosën. Ku vinë bira që rrinë më gjatë, dje që rrinë më gjatë, ka një tjetër teknologji. E mëlla gojë nuk flasë më. Kaq, se më takot flasë. E kuptoj. Por, ka tjetër teknologji. Birat industriale normal kanë tjetër teknologji dhe përdorin. Por, ne që unë makinat e mija shkojnë në pukë, çdo mëngjes, si me 5 fuqia, si me 50 fuqia dhe ta bëj për ditë rrugën e pukës. Kjo është kosto. Por ne ato që po japim një trend të ri tregut është të kuptoj se shije të ndryshe të birave. Pra janë e disa shije ka sot bota, as e imagjino dot. Ka 3800 lloj shijesh me bira të ndryshme. Kaq e pasur është, sa jeta nuk të del për t'i provu gjitha, por ajo që unë du të... Varet sa pianet si e... Pjetar. Jo, pjetar, e pjet dash. Masane, komtarën tonë dje që ku trokitet, neshet, filozofia jonë është bira. Trokitet, bira shkohet, festohet me bira. Ndeshje. Jo me kavanoza receli, e kupta. Tani, kjo është... Pa ne duhet që tek bira është një... Bira është komtare, bira është filozofi, bira është kom. Çdo produkt do të bira është kom. Normal, nuk dum. Po do thotë që kur gëzohesh dhe kur festohet diçka e madhe, me birë festohet, hajde pi bira gjithë, shkojmë festohet. Pra do t'i japësh një verë, një rësi. Po jo, të festohet. Se përjashtoj do të verën, se unë e kam... Ju jeni, e di si thonë francezët thotë, arti, e dikush është arti i dashnisë, është vera. Kurse gjermonët thotë, arti i shkencës është bira. Faleminderit. Ka dhe diçka, domethënë që pavarësisht se bira duket sikur s'është diçka tradicionale e vendit tonë, se thon shumica kanë austriakët, çekët, është diçka e gabuar sepse bira është pija e parë alkolike që është konsumuar nga njerëzimi dhe është bërë për 7000 vjet dhe patjetër ka pas edhe në Iliri, ka pas edhe në Shqipëri, domethënë është diçka tradicionale, po nuk është bërë asnjëherë diçka industriale në Shqipëri dhe prandaj duket sigur. Po të njëjtën vuajtje ka pasur edhe vera. Edhe ka akoma, nuk është se janë nuk ka hallin e freskisë vera, mund të rezistojë madje sa më shumë të rezistojë aq më mirë është, çështja është shija e shqiptarëve po shkon drejt konsumit vendas, a janë prodhuesit e verës shqiptare le të themi të shqetësuar për të ofruar një produkt spektakolar apo janë ende në fazat e para? Pak mirësisht, vera ka pasur vërtet një rrogë jashtëzakonshëm cilësor, kjo dhe fal teknologjisë. Po jo vetëm vera, por dhe birrat. Më vjen realisht keq për sektorin e birrave ku artizanët vërtet janë të nënvlerësuar dhe kjo nuk ndikon për mirë në sektorin e tyre. Pra në atë dek të sektorit të prodhimit të birrës, por shpresoj sepse janë duke bërë një punë kolosale, që në një farë mënyre ata të gjejnë disi vetvete në tregun shqiptar, duke patur dhe një mbështetje jo thjesht patriotike, se sa realistike unë e quaj. Dhe realisht birrat artizanale janë që vërtet durojnë më pak, po janë jo vetëm më të shëndetshme, pra kanë më pak konservant, po mbi të gjitha kanë dhe shije krejtësisht veçanta. Për ta mbyllur me birrat, do t'ju thoja që dalim ke ajo që është tema e kërkesës tuaj. Unë do të thoja që realisht ne duhet që të lobojmë disi më shumë për t'i bërë personat që punojnë në dikasteret e financës apo të Ministrisë Bujqësisë, që ta kuptojnë kush është thelbi i jo vetëm i taksave, por dhe i subvencioneve në sektorin e tjerë.
sepse në fund fare vërtet pia mund të mos ketë një peshë specifike të rëndësishme në produktin e brendshëm bruto në tregun, pra në industrinë shqiptare, por ajo është një lokomotor i papar për sa i përket të gjithë industrisë, sepse në fakt realisht kur hapet tregu me një produkt vërtet cilësor që është made in Albania, kudo qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë, dhe për jashtë Shqipërisë atëherë vërtet ne duhet ta ndjejmë le të themi peshën që vetë ekonomia shqiptare pastaj do lehtësohet nëse do shfryhet një pjesë e mirë e produktit edhe jashtë Shqipërisë. Dashi, të ndërhyj pak Xhimin. Më falni, problemi vërtet faktën me verat është informaliteti. Informaliteti jo vetëm në prodhim, por dhe në importe. Ka patur katrahur, do ta quajmë. Merrnin vera me një aksizë të diferenciuar, ata që nuk u takonte, por në momentin që vera futet në tregun shqiptar, dhe në momentin që vera është gjendet në tryezat apo në raftet e jo vetëm të restoranteve, por edhe të supermarketeve, natyrisht që i zën vendin prodhimit shqiptar. Dhe kanë bërë vërtet manipulime pafund. Kjo nuk është as pak e drejtë, kështu që institucionet doganore duhet vërtet të kontrollojnë më saktë atë që ka lidhje me atë që është importi, sepse aksiza e diferenciuar për ato 10.000 hektolitra që dikush duhet të prodhojë jashtë Shqipërisë, kur një kompani që mund të jetë një kooperativë e madhe prodhon miliona hektolitra, vetë ata që janë importues bënin pak atë të zgjuarin duke marrë vetëm nga një prodhues dokumentacione dhe duke demonstruar sikur ai prodhonte më pak se sa 10.000 hektolitra. Jo, ka dhe diçka tjetër. Dashi, më fal Xhimi sepse Po, e fundit lutem. më fal 100 herë sepse nuk është në edukatën time të pres fjalën tjetër. Më fal. Mos u anko, pasi e bë për herë të Jo, katërt. do të them vetëm diçka tjetër. Jo, sepse jemi në emision edhe do të jap një mesazh. Dashi përmendni diçka të bukur në lidhje me bujqësinë. Çdo gjë si vera, si ne, lidhja është me tokën, me Elbin. Mimi, të lutem, ma lër të çoj mesazhin deri në fund. Po, vetëm e fundit dashi, jepi. Ideja është që duhet një punë komplekse dhe jo thjesht e parë si përfaqësore. Pra, në qoftë se duam vërtet ta ndihmojmë prodhimin dhe prodhuesin shqiptar, duhet jemi disi më të fokusuar. Edhe ke sasia e prodhimit. Nuk mund të marrë një koeficient aq të vogël prodhimi duke lënë le të themi prodhuesin shqiptar që të ketë një diferencë pak a shumë 50 litra në atë që mund të bëj le të themi 12-15.000 litra verë. Dhe në momentin që ka 51 litra ti vjen një gjë, sepse nëse ai do të bëjë eksperimente, me çfarë ta bëjë eksperimentin? Në atë që është prodhimi më cilësor i produktit me ujë. S'na lejojnë fare. E njëjta gjë është edhe me birrën, kështu që në një farë mënyrë duhet jenë shumë herë më të thelluar dhe duhet të rrinë kontakt edhe me shoqatët. Sepse nëse nuk marrin inpute nga shoqatët, nuk mund të vendosen a forfe taksa të tilla. Shumë herë më e dëmshme të pish një pije energjike se sa të pish një glëng verë apo një glëng birë. Është shumë herë më e dëmshme për një të rishë të marrë edhe nikotinën apo cigaret të ndryshme se ta një konsumin e alkoolit, të qëndrojmë te prodhimi tash. Jo, është realisht pikpamja shëndetësore është që ndër më mirë një birë ose një gotë verë se sa një pije mos tani soda, kola. Ma hoqe fillin kur kisha Veja fajin dashi. Bos emision verë, jo emision birre. Të dy, jo, është emision për prodhimin vendas. Është emision aksize. Ka diçka që desha ta në parë në pusje është e pafaqshme dhe nuk është në sensin e biznesit dhe të shtetit në ndonjë vend botës që unë kam 4 vjet, 5 vjet jam mos ulem në një tryezë, do të si grup interesi për të kërkuar drejtat e mia, mos më trasi shteti, direkt gjykatë kushtetuese. Ulemi në tavolinë dhe diskutojmë për njëra, diskutojmë palët me njëri tjetrit. Këtu nuk ka akoma pret zgjidhje nga se edhe kjo është naive pak. Këtu nuk ka komunikim njerëzor institucional, më fal, institucional. Pra, që tu jemi partner mes nesh dhe diskutojmë. Nuk shko speci, as domoti, as bira, nuk shkon gjykatë kushtetuese në Gjermani. Ato zgjidhen tavolinë.
Janë shoqata, sindikatat, ulem tavolinë, do thotë, sa është, kaq është fasho ime, kaq është fasho e shtetit, plase mendimet, krijohet edhe në shkruhet marrëveshja. Mbyllet gjilli shteti me prodhuesit. Gjimi e fundit, ndoshta me naivitet. Nëse ju të gjithë mbyllni qepenat dhe filloni protestë, mendoni se i bëhet vonë? Jo. Fare më lash. Çati mbyllesh do të hiki bira. Do bëhet më mirë akoma. Edhe njerëzit thonë. Edhe nga 65% do vjen 99%. Do fërkojmë parkët. Pra është zyrtare që shteti jon po mbështet vetëm importin. Do fërkojmë. Që më thjesht nuk është po ju jep vëmendje, edhe ne në një farë mënyrë se që parxhimi është naive, në një farë mënyrë edhe me këtë lloj, edhe këtu ku jemi tani, bëjmë një thirrje ndoshta për një tryezë ose për një farë bashkëpunimi, se në final jemi bashkëpunëtor. Ne po japim lek, ata po marrin, domethënë kemi një ortak pa dukshëm që është shteti. Kështu që pse mos të ulem me këtë ortakun një në tavolinë dhe të raj mendimet. Ndoshta kanë dhe të drejtë ata të na arsyetojnë edhe ne të bindemi të paktën edhe s'kemi pse. Që do ishte brillante, por megjithatë ne do të vazhdojmë të kemi sipas edhe zërave të buxhetit një prioritet dhe vëmendje ndaj të gjithë sektorëve të prodhimit shqiptar, të gjithë asaj që e quajtëm shtyllën kurrizore. Dashi, faleminderit. Bege, faleminderit. Faleminderit. Jo, nuk do zgjidhemi me Dashin